Jemi sërish bashkë, do të vjojmë një tjetër bisedë, aktualiteti politik, do të flasim për zgjedhjet e 11 majit, fushatën e Partisë Demokratike këtë herë, koalicioni Alanca për Shqipërinë Madhështore, me mua në studio zoti Aslan Dojgjani, kandidat për deputet në listën e hapur në qarkun e Tiranës. Mirëserë zoti Dojgjani, faleminderit që jeni sot në studion tonë, për të folur për sfidën tuaj personale, por edhe të Partisë Demokratike, të koalicionit. Marrja e pushtetit në zgjedhjet e 11 majit. Tani, ju jeni çdo ditë në terren, po flisin së bashku, ju përcjellni ato edhe në rrjetet sociale. Si e shihni Tiranën sot? Dëgjoni me vjetra qindra probleme që kanë qytetarët e Tiranës, të ndryshme, nga më të ndryshmet. Çfarë premtimesh u jepni, ose më sa çfarë zgjidhjesh u premtoni atyre dhe sa e vështirë është në këtë realitet të vini atyre ndëndi pas 11 majit, nëse ju do të merrni pushtetin? Realiteti është shumë i dhimbshëm, është me të vërtet një, po them, tragjedi njerëzore të dalësh në sa të kalosh qendrën e Tiranës, konstaton njerëz cilët janë në mirim. Unë kam dalë për ditë në për rrugët qytetin e Tiranës, kam Spaskuqan, tek pazari, kam konstatuar njerëz pensionistë, para ka një braktisje të madhe të Shqipërisë nga rinia. Të rinjtë janë larguar nga Shqipëria. Kjo ka bërë që pensionistët të moshuarit me pension apo pa pension të mundohen të dalin. Kam kontaktuar një dy nëna në pazar, njëra merte 9.700 lek pension dhe e gjeta duke hangur buk thatë me i gjithë e hudhëre. Ishte të mërshme, ajo nëna ishte nga Tepelena, nërsa nëna tjetër ishte nga Tirana, cilët më thanë nuk na del pensioni, njëra tha 200.000 lek më shkojnë një laqet në muaj, dhe unë marrë 97.000 lek. Në qofë se nuk dalë këtu të shes këta qep perime që i bëjnë në baqën time, ose fune e marrë dikuj shes me çmim tjetër, unë vdes. Kam takuar një tregtare, një grue, cila kishte 3 kalamaj, tek pazare, fshiste rrobat vjetra, vinë tha dhe bëjnë pazar edhe për 1.000 lek të vjetra, flasim për me të vjetra, se këshu flisin në pazar, pra këtë bluz, ta thonë male 900 lek, male 800 lek, se nuk kanë mundësi. Kjo tregon një mirim. Tregon një mirim në Shqipëri, ndërkohë miliona euro vjedhen. Përveç varfërisë që është kudo që ku kam shkuar, ka dhe një problem të madh, cilët i ngrenë qytetarët, nuk jetojnë, janë pushtruar nga qeveria. Nuk kanë asnjë drejt. Janë të diskriminuar. Për çfarë drejta është keni fjalën? Dje në Domne, mram që bëre një takim, qohet një qytetar dhe më thot, o zotëri deputet, ne nuk jena duke kërkuar buk, punojmë natë ditë, kam një serë aty, orë vjen polici dhe të futet mbrenda në shtëpi, të futet në serë, pa trokit e dera, pa një mandat. Ne jemi të poshtruar, një ditë ta isha gati më gjetën tha me gruën. Si shlinë në shtëpi, tha me pantallona të shkurta. është të mërsh më fut polici mrena, kur e shok policin të dera, po ti mor zotëri, tha kontrol. Pa një mandat. Po kjo është poshtrim më i familjes, është poshtrim i qytetarit. Një ditë tjetër tha kisha kam një këshu, tha që shpon puse. Ishte duke nejtë aty të shtëpia, nuk isha duke shpur puse erë, tha inspektori rendit. Tha e bisedon dhe me një tjetër, sa lek ti marrim ati që ka këtë që shpon puse? Çfarë lek shmor zotëri, dhe të shumë jam duke punuar. E di që atë bëjnë, tha, marrë tani Qëmburg. Po çfarë jam duke bëmë, hajde provoj, tha, hajde Qëmburg. Kjo është një poshtrim. Pra përveç varfërisë, kemi të bëjmë edhe me një poshtrim familjes të dignitetit. Dhe ajo që farë më shqetëson më shumë, është se është reale diktatura. Njerëzit kanë frikë, më besoni, i thu të takohemi dikush, shiko pa tjetër, thot, bile, edhe të shkruaj, thot, shiko, sa manë se s'kemi dokumentat e shtëpisë. Nuk po na japin dokumentat e shtëpisë. Një burr qantën pas kuqan. Sot jo se janë probleme që duhen ngret, pastaj do dalim çfarë do të bëjmë ne. Një burr thoshte kështu, qante, vllajt tim morllatha ja kanë dhënë certifikatën e legalizimit, ka pagu 8.000 euro, mu nuk ma kanë dhënë.
Një tjetër tha më kanë dhënë shtëpinë vetëm të legalizuar, tokën jo vetëm marrë me parashut. Raste të tilla, zoti Dojgjani, ka pafund në Shqipëri. Po pse duhet të ketë në 2025-ën? Në Tiranë, në zonat rurale, në zonat urbane, ka raste të tilla, ne i shohim, ka probleme. Te Njësia 3, shkova ishte një rrugë, një ditë më fal, me gropa mu para Njësis 3, aty kam unë 2 motra, 2 një pa vllajin, do më thonë, pëthuj se djemë halësh, pëthuj se jemi një familje me i palat. Kanë ardhe, e kanë njëri pas tjetër, një ashtu. Edhe, duke bërë një video sepse se kanë shtru rrugën vetëm prej meje, që unë e din që janë vëllezër të mi, njerëz të mi atje, duke bërë një video edhe i kanë marrë në qafë dhe lagjën. Se kjo